Atëherë duhet ta filloj këtë diskutim lidhje me pjesëmarrjen, duke falendëruar gjithë pjesëmarrësit, gjithë anëtarësinë që ka marrë pjesë dhe një proces që është duke bashkë deri në këto moment është perfekt. Kjo tregon që gjithë anëtarësia është gati që të forcojmë Partinë Demokratike dhe ta çojmë në standardet më të larta, që të bëhemi gati për betejat e rrallës politike. Ka pasur një debat për 300 persona në listë, cili është vendimi ju? Respektoj vendimin e kryesisë në lidhje me debatet. Debate në forumet politike ka pasur dhe ka për të pasur gjithmonë dhe besoj që është marrë vendimi i drejtë. Ai vendim që është marrë. Ju faleminderit. Sot është një ditë shumë e rëndësishme për demokratët e Shkodrës. Votohet për kryetarin e DEK-s Shkodër për 4 vitet e ardhshme. Duket pjesëmarrja duket shumë e mirë, ka pjesëmarrje, gjë që është shumë gjë e mirë për procesin. Gjithçka po shkon marrë e mirë. Ky kandidat janë të njoftën me strukturat, kanë pas vite struktura, kena filluar qysh seksione, grup seksione me radhë. Unë uroj që të fitoj ai që të vendosin anëtarësia, sepse ajo është baza e themelit të demokracisë. Fund procesit ne të gjithë do jemi bashkë, do jemi gati për sfidat e rrallshme që na presin. Kështu që falenderoj edhe për që jeni sot këtu, falenderoj edhe votuesit e Partisë Demokratike që sot marrin pjesë në këtë votim. Faleminderit. Vendimi juaj për 300 vjet që është kërkuar që të hiqen nga lista. Unë kam qenë ai që kam ngul që lista më kanë është jashtë. Dhe kam rënë dakord, kam qenë i parë që kam thënë që nuk do të mëj asnjë. Ta kryejmë këtë proces i cili sot është i rëndësishëm, mbrapa mësoj do fillojnë edhe filtrimi i listave, do fillojnë edhe riorganizimi i partisë dhe përgatitja për zgjedhjet lokale të vitit tjetër. Ndryshe nga procesi i përzgjedhjes kandidatëve u shoqëruan me tensione dhe probleme mes strukturave sot për shojmë bashkë. Kjo është mesazhi që ne japim Partisë Demokratike dhe strukturave, ne jena bashkë, pavarësisht se debate ka pas do të ketë gjithmonë, ne kemi hallë mbrapa për çdo gjë dhe sot jena për PD-n dhe për strukturat e Partisë Demokratike. Gracias.